Një ditë profeti sallallahu alaihi wasallam e pa njërin nga shokët e tij i cili ishte i rënduar, situata e tij ishte e përkeqësuar. Dhe i tha: "O shoku im, çfarë të ka gjetur?" Ai u përgjigj duke thënë: "O i dërguari i Allahut, po mendoja në veten time. Dhe më kujtua dashuria që un kam për ty. Sa herë që kam dëshirë të të shikoj, vi në xhami apo vi diku dhe gjej. Pastaj kujtova botën tjetër. Dhe më kujtua që njerëzit në botën tjetër do t'jenë në grada të ndryshme, në bazë të vlerave që kanë patur në këtë botë, në bazë punëve tyre, të besimit tyre. Kush është ai që do të arrijë besimin tënd? Kush është ai që mund të arrijë punët e tua? Dhe mu bë dert për brenda se si do t'ja bëj atje, pa të takuar ty, pa qenë me ty në të njëjtin vend, o i dërguari i Allahut." Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj duke thënë: "Njeriu do të jetë në botën tjetër me atë që ka dashur në këtë jetë." Anas ibn Malik radhiyallahu anhu thot: "Nuk na ka gëzuar ndonjë gjë prej profetit sallallahu alaihi wasallam pas islamit më shumë se sa kjo fjalë. Nga sa ata dëshironin që të ishin profetin sallallahu alaihi wasallam në çdo vend dhe ishin të sigurt për dashurinë e madhe që kishin ndaj tij. Ta duam profetin sallallahu alaihi wasallam. Ta duam shkakun me cilin Allahu xhalla xhelaluhu solli jetë njerëzimit, me cilin Allahu xhalla xhelaluhu përhapi udhëzimin, profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili u bë sebeb për udhëzimin ton. Ta duam dhe dërgojmë sa më shumë selavate për ta. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Selamu alaikum.